Ëngjëll Bregu është një nga mjeshtrat e njohur të Drurit në Juglindje, i angazhuar prej vitesh në restaurimin e elementeve tradicionale të banesave të vjetra, për të rikthimi i portave, dritareve apo detajeve dekorative në formën e tyre të parë, nuk është një punë e thjeshtë, kërkon kohë, durim dhe mbi të gjitha dëshirën për të ruajtur origjinalitetin e çdo ndërtese. Për të restauruar ta nuk është as pak e lehtë, po duhet dëshira e pronarit edhe aftësia e mjeshtrit që të arrijë të realizojë restaurimin në gjendje perfekte. Një derë normale mund të dojë që nga fillimi që duke hequr nga objekti që ta çosh deri në vend do rreth 20 ditë. Dëshira është shumë e madhe, vetëm nëse është shumë e dëmtuar që nuk ka mundësi që të riparohet, atëherë jemi detyruar ta bëjmë të re. Po të qëndrojmë për stilit që ka qenë pra. Sipas tij, vitet e fundit është shtuar dukshëm interesi për restaurimin e banesave mbi 100 vjeçare. Një pjesë e këtyre godinave po përshtaten si bujtina, ndërsa të tjera vazhdojnë të mbeten shtëpi familjare, duke ruajtur pamjen dhe identitetin e tyre karakteristik. Vetëm dëshira për të ruajtur atë autenticitetin e mobiljeve të shtëpisë, do që ta ruajë shtëpinë e vjetër siç ka qenë. Në fasadën pamjen e jashtme duan ta ruajnë sa më shumë të jetë origjinale e viteve që është prodhuar shtëpia. Edhe nëse i bëjnë pjesë të reja, shumica që i përdorin bujtinat për hotele, po prapë ruajnë disa elemente të vjetra i ruajnë prapë i mbajnë. Vetëm në vitet e fundit në qytetin e Korçës janë dhënë mbi 150 leje ndërtimi për restaurimin e banesave të vjetra, një tregues i interesit në rritje për ruajtjen e trashëgimisë arkitekturore dhe për zhvillimin e turizmit kulturor.